dhe po mendoja Irdi që të kaloshim te analiza teknike e kriptos herë, sepse kemi tani shumë shqiptarë që kanë hyrë aty dhe kanë dëshirë që të dinë situatën e kriptos. Unë gjithmonë analizoj dy kriptot kryesore, edhe po pata ndonjë ide do t'ju jap ndonjë ide, po për këtë javë nuk kam ndonjë ide konkrete që them po këtu po shikoj dhe këtu po hy. Mund dali diçka gjatë javës, ju sugjeroj që të bëni pjesë e Telegramit, është mënyra më shpejt dhe keni të përshkrimi më poshtë. Po hym direkt te analiza teknike e Bitcoin, që mos marr më shumë kohë. Okej, besoj që Iri po shikon ekranin tim. Thash javën e kaluar që tregu do bëj le të themi një bounce, një rritje, një bounce tjetër, pak a shumë po bën këtë zonën e konsolidimit këtu. Për momentin më pëlqen supporti disa herë, 1, 2, 3 dhe këtë lloj shtrëngimi që po krijon çmimi. Problemi tek kësaj lloj formimi është që quhet diçka që është flag, quhet një flag, një flamur që po krijohet këtu, ose një wedge. Edhe kjo wedge, po u thy kjo zona, këtu mund t'i dhe pak më thellë te 81 prap ose edhe te 75 që është, le të themi, frika e përgjithshme e tregut. Po këtu do gjej një farë supporti, mendoj unë, te 75. Do ta marr me patjetër këtë 75 që shkon për lart. Unë vazhdoj që të jem, le të themi, te ajo mendimi që fundi marsit, sepse na që do bëj këto valet tregu, fundi marsit dhe fillimi i prillit mund të jetë momenti i kyç që thyn këtë vizën e trendit në rënje. Që këtë vizën e trendit momentalisht mund ta thy, po mund ta thy te 95. Po bëri konsolidimin, do kemi një moment më të mirë për ty, ndoshta te 88, 90 dhe pastaj me idenë që shkojmë te 120. Po iku më thellë, do duhet më shumë kohë që të filloj vala, mund vinë nga maj ose qershori, kështu që kjo është ajo situata që un jam tani dhe nuk jam i vendosur akoma, nuk shikoj akoma, le të themi, thyrjet e zonave kyçe, që është kjo zona këtu 94 ose 90 më mrapa, që do themi do shkojmë më lart. Dhe po e marr, le të themi, në vëzhgim. Po. Të thosh që do prish konsolidimin e RSI-s, duke që është nivelet e 50-s, kështu që është thirr të bësh në një lëvizje në këto nivelesh, sepse mund të shkojmë oversold ose overbought në zako. Po. Dhe shikoj, RSI-ja ka ikur minus 30, është bler direkt. Është le të themi një retracement kjo. Dhe një çmim mesatar. Po çmimi vazhdon të jetë në rënje, se duket viza trendi këtu. Kështu që retracement ulet dhe këtu mund të bëjë një konsolidim. RSI-ja mund vi prapë poshtë dhe të bëj një bullish divergence këtu. Kjo do jetë diçka e pëlqyeshme që çmimi ikën pak më thellë te 75, RSI-ja rrin këtu te kjo zona 30, bërë një bullish divergence, aty do keni një moment më të mirë, mendoj unë, për ta bler. Po është për tu parë, sepse un jam i gatshëm që në thyrjet e këtyre zona 95 ose dhe 90 mas konsolidimit, un të hy këtu. Jam i gatshëm dhe të hy këtu. Kuptoj që unë du të blej sa më lirë, me idenë që mund të shkoj te 100 dhe 120 më mrapa dhe të fitojmë diçka më shumë. Por jam edhe i gatshëm që ty këtu. Por nuk po nxitom, do të gjej zonën perfekte për ty, ku mendoj që probabilitetet janë të larta dhe të sigurta. Besoj që kaq është analiza e Bitcoin. Për analiza gjatë javës, se si do formohet çmimi, keni Telegramin. Ethereum tani ka ikur te çmimi, ka pasur një rënje të madhe, sepse shumë investitor kanë hyrë me oferinë të madhe, ndoshta te këto zonat 3600, ndoshta edhe 4000, me idenë që kjo do thy 4000 dhe i deri te 10000. Ka rënë gati 48% çmimi. Ka rënë deri te 49 edhe 44%. Por Ethereum edhe altcoins në përgjithësi du të keni kujdes me ble këtu, sepse akoma po shikoni vetë që bën këto konsolidimet ose rritje, që janë retracement quhen anglisht, një rritje flamur është ky. Në rritje shikoj një farë flamuri. Kjo është
ajo doreza flamurit, le themi shkopi flamurit, flamur, pastaj thyrje për poshtë dhe shkon çmimi për poshtë. Dhe këtu kthehet për lart, kap një zonë mesatare, ulet për poshtë, kthen për lart, kap një zonë mesatare, ulet për poshtë. Ka nevojë që të konsolidohet çmimi. Prapë kjo zona e prillit për mua është zonë interesante. Tani kuptoj që po që vin euforia që me sa duket s'po vin, mund ta blej edhe pak më herët, po nuk jemi gati akoma, po duroj. Dhe është një zonë supporti e mirë këtu dhe historike, shikoje, ka kapur dhe support këtu në 23-shin disa herë, 1, 2, 3, 4, 5 herë ka kapur të kjo zona 2100, 2200, pastaj po prap 24-ën, disa herë, po edhe tani 25-ën. Besoj që do rritet Ethereum, sepse me këtë rënjë që ka bërë kaq të thellë, sigur të bëj vetëm një Fibonacci retracement te zona 50% këtu, keni mundësi me fitu diçka serioze, okay? Sigur të shkojt vetëm të 3000, që ajo mund bëhet dhe rritje më të lartë. Kështu që do iki te një çmim mesatar, po se kur do iki akoma nuk jemi gati, është në një zonë konsolidimi. Iritin, do një mendim këtu ke, apo besoj që jo, thjesht altcoins dukesh kanë shumë herë më keq se sa Bitcoini, edhe Ethereum që është ndërma kështu. Po dukesh ka në një formë më serioze më të mira, prapë. Se duket në një formë më të keqe. Unë do thosha që thjesht prisni për këto, sepse diskutuar më parë që fuqia blerëse thjesht nuk është atë, si për kripto, si për stocks. Kështu që mos mund citoni të investoni kapitalin e të lloj, sepse ne jemi një piku që ajo $100, $200 që janë ose çfarë lloj vlere është një pikë shumë e vogël. 10.000, 100.000 nuk është thjesht ajo që thotë shumë pak vlerën krahasim me tregun që është triliona që qarkullohen ditë për ditë. Kërsa mos mund ditoni, prisni çfarë bëjnë të tjerët. Kjo është metoda më e mirë, domethënë, për të fituar. Sikur të fitoni me prag, prapë më mirë të fitoni se sa të humbisni, kështu që. Po, kapni zonën e mezit, ja, edhe këtë lëvizjen për lart, nuk është që unë kap të gjithë nga bottom deri te top. Unë kap të zonën deri këtu. Nuk kap 60%, mundohemi të kapim valën gjysmën e valës të 40%, ose pak më shumë se sa gjysmën, 60% të valës. Është normale, ne nuk kemi fal Gjorgji ta dim që këtu është momenti të tregun, kjo është ideja. Po, kjo nuk kemi ne ato që lëvizim treg ose whale që ne bëjmë le të themi lëvizjet e çmimit. Kaq po mendoj ta lej për kripton, se nuk mendoj që ka ndonjë ndryshim Ethereum me shumicën e altcoins të tjera që po konsolidohet këtu tek këto zona. Edhe besoj që do lëvizë tregu në përgjithësi bashk, nuk lëvizim veç. Tani do të hyet disa grafik që Bitcoini dhe S&P po thoshte kishin të njëjtën grafik formimin çmimi. Kështu po, dhe është edhe logjik. Po dhe Nasdaqu aktualisht e ka më afër me Bitcoinin, se ku flasim për Bitcoinin, ka bërë një double top. Një double top këtu shikon. Tani mund të hyjmë te Nasdaqu dhe të shikojmë Nasdaqun, do shikosh që ka një double top. Ja, shikoj. Double top këtu dhe pastaj një rënje. Ka qenë pak a shumë eksakt tregu. Tregjet lëvizin gjithmonë bashkë, sepse kapitali qarkullon nga diku që është i sigurt, që është dollari ose floriri ose diku tjetër, te asete të rrezikshme, stocks edhe kripto. Kaq, kjo është të themi si qarkullon kapitali. Në treg në mënyrë të thjeshtuar po flasim, kuptoj që hyn edhe për industri të ndryshme si energjia në këto momente, që ka pak më shumë siguri, ose biotech edhe këto të tjera që po pretendohet tani që të kenë rritje.